Mirë, fillimisht, si është pritur kjo ftesë në Kosovë? Po, si që edhe pritet të pritet. Dhe me dhënë, normalisht, gjithçka është parë me një pozitivitet të madhë, edhe pse nuk është se kemi pas ndoshta reagimet të shumta, por fillimisht nga vetë zonja Osmani me postimin e saj që bëri të ditur që e ka marrë këtë fesë, por pastaj edhe me deklarimet e djeshme pas ceremonisë përkujtimore për doktor Ibrahim Rugova, ish presidentin e Kosovës, ajo ka bërë të ditur pra që e ka pranuar me kënaqësi, që është një zhvillim historik për Kosovën, që e nxjerr pra një vend vogël si Kosova në le të themi barabart me shumë shtete tjera që janë ftuar për të bërë pjesë e Bordit të Paqes, një organizatë e re ndërkombëtare për çka sipas zonës Osmani normalisht Kosova i duhet dhe ka nevojë të jetë sa më shumë pjesë e organizatave ndërkombëtare, përfshi edhe në këtë rast, sidomos kur bëhet fjalë që do të jetë një nga shtetet themeluese të kësaj organizate dhe e cila po ashtu pjesë e rëndësishme është që do të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe realisht janë iniciatorë gjithë kësaj. Sipas saj normalisht edhe pse Kosova është një vend i vogël edhe me problemet që i ka, ajo beson që duke pas parasysh përvojat që ka kaluar Kosova, sidomos post lufta, po them, gjithë procesi i shtetë-ndërtimit, themelimi institucioneve që nga fillimi pas luftës e tutje, demokracia, gjithçka tjetër çfarë ka ndodhur në këto 26 vjet në Kosovë, janë një përvojë mirë të cilën sipas zonës Osmani Kosova mund ta ofroj si pjesë e kësaj organizate që ndoshta në parim do të hynte në punë dhe do të kishte kontribut të madh në konflikte tjera, në këtë rast përfshi edhe problemin dhe situatën e Gaza dhe le të themi rikthimin dhe rindërtimin e saj. Kështu që në përgjithësi është parë si pozitive, Esmerola, realisht reagime konkrete nuk është se kemi pas nga, le të themi, as nga kryeministri në detyrë, po as nga liderët e opozitës, përjashto këtu zotin Haradinaj, i cili po ashtu e ka mirëpritur shumë këtë ftesë, duke e parë bile si një dritë të shprese për Kosovën, pra ftesa që i është bërë Kosovës dhe zonjës Osmani, pra që realisht me gjithë këtë idenë që tashmë, po themi edhe deri ku mund vrejet, pra qarjet që kishte qeveria Kurti me SBA-n, problemet, mospajtimet, edhe për zonjën Osmanin parim, edhe pse nuk i ka përmend këtë pjesë, por edhe për zotin Haradinaj, që kanë qenë, po themi, dy njerëz që janë deklaruar pak a shumë rreth kësaj, e shohin si një dritë shprese që realisht SBA-ja po kthehet ka Kosova, po ashtu edhe nga Shqipëria, edhe po ashtu kjo tregon pak a shumë se sa të rëndësishëm për SBA-n janë edhe Kosova e Shqipëria, por në këtë rast sa e rëndësishme pastaj është për Kosovën dhe Shqipërinë që ta marrin një ftesë të tillë dhe të jenë pjesë e shteteve themeluese të një organizate që synon të sjellë paqe në shumë vende të botës. Për fillimisht normalisht duke qenë Gaza si cak kryesor. E kuptoj. Kosovë përgjithësi edhe nga, le të themi, në debatet politike publike është pasi një normalisht është mirëprit edhe është pasi një zhvillim shumë pozitiv. Çfarë ndodh tani? Ka nevojë për ndonjë ratifikim në parlament, ndonjë akt tjetër që duhet të ndërmarrë në Kosovë, apo mjafton vetëm fjala e zonjës Osmani? Po pyes duke parë çfarë po ndodh në Shqipëri, se si janë procedurat. Po, normalisht, po, e kuptoj. E para punës, Esmeralda nuk mund të them me siguri se në rastet të tilla do duhet kishte ndonjë aprovim të parlamentit. Po flas pak a shumë edhe për ndoshta rastet e tjera, nëse jo të njëjta, por mund të kenë qenë të ngjashme. Në parim zonja Osmani, këtë rast presidenti apo presidentja e vendit në Kosovë, në bazë kushtetutës është edhe shefi i politikës së jashtme, dhe duke pas parasysh këtë kompetencë që ka, besoj që në këtë rast nuk do i duhej një aprovim nga parlamenti edhe ashtu të cilë nuk e kemi ende, duke pas parasysh edhe çështja e rinumërimit dhe gjithë kjo manipulimi që po del në patash vetë sa po e vënon edhe më shumë konstituimin e më shumë kuvendit, kështu që edhe po t'ishte këtu mbetet të shihet, por do i duhet kohë për një gjë të tillë, nëse veç ka nevojë, por me sa të paktën di unë, nuk besoj që ka nevojë për një gjë të tillë. Pra po them, duke pas parasysh që
zonja Osmani, në këtë rast presidenti i Kosovës, edhe në bazë të kushtetutës dhe kompetencave që ka, dhe në bazë të ligjit për presidentin, pra shefi i politikës së jashtme dhe në këtë rast nuk i duhet patjetër një aprovim ose miratim në kuvend. Normalisht që për zonjën Osmani është e mirëpritur fakti që le të themi qoftë pushteti ose edhe opozita të kenë mbështetje dhe ta mirëpresin një ftesë të tillë që për të do të ishte le të themi një farë lloj fuqi edhe më e madhe që të shkojë atje në një farë forme duke prezantuar Kosovën dhe jo ndoshta qëndrime të ndara sa i përket kësaj. Por për ndryshe nuk besoj që do i duhet një gjë e tillë. Zonja Osmani dje e ka bërë të dirë që e ka pranuar me kënaqësi këtë ftesë, duke mos e thënë asnjë moment se do i duhet ndonjë aprovim nga dikush tjetër. Kështu që unë besoj që nuk ka nevojë për një gjë të tillë, pra gjithçka çfarë mbetet është koha kur do të ftohet zonja Osmani që të marrë pjesë atje.